Kur mbëritën atë shtëpi verore në Bregdet, dielli ishte ende i lartë dhe era e kripur më përkëdhelte flokët. Nuk e kisha planifikuar atë fundjavë, ishte një nderim i papritur, një ftesë që nuk mund ta refuzoja, megjithse një zë i vogël brenda meje më thoshte të kisha kujdes. Por unë isha gjithmonë kurioztare, ndoshta shumë. Ai ishte mik i vjetër i familjes, një burr me duar të mëdha dhe një buzëqeshje që të bënte të ndjeheshe e sigurt. Atë pasdite, ai më ftoi të shija perëndimin e diellit nga kati i sipërm, nga një tarace vogël e rrethuar me drethka. Unë gjita pas tij, duke numëruar shkallët prej druri që kërcasin. Kur arrita lart, ai ishte mbështetur të kangjella dhe po shikonte horizontin. Eja këtu, më tha, duke më bërë vend pranë tij. Hapësira ishte e ngushtë. U afrova, duke ndjerë nxehtësinë që buronte nga trupi i tij. Për një moment, gjithçka ishte e qetë, vetëm zhurma e valve dhe era që na përpliste në fytyrë. Pastaj, ai vendosi dorën më timen. Ishte një lëvizje e lehtë, pothuajse aksidentale, por unë e ndjeva si një peshë që më shtypte gishtat. Nuk e tërhoqa, ndoshta duhet ta kisha bërë, por dielli po përëndonte dhe ngjyrat ishin aq të bukura sa nuk doja ta prisha atë çast. Ai e shtrëngoi dorën pak më fort, një lëvizje e zgjatur e qëllimshme. Ndjeva një shpinë të lehtë brenda gjoksit, një paralajmërim. Pastaj, pa fjalë, ai më tërhoqi nga krahu. Trupi im u përkul pa vullnet, si një deg që përkulet nga era. Ai nuk më pyeti, nuk më luti. Thjesht ma futi atë ndjesi, atë prezencë, pa më dhënë kohë të mendoja. Ishte sikur të mbyllja sytë dhe të kisha rënë në një pustë të thellë. Në fillim pata një reagim instinktiv, një kundërshtim të brendshëm që më ngriu gjakun. Trupi im u ngurtësua, fjalët më ngelën në fyt. Po të kisha pasur forcë, do ta kisha shtyr, por diçka, ndoshta kurioziteti, apo frika për ta ofenduar më mbajti aty. Ajo gjë, mendova, është e huaj, nuk e njoh këtë ritëm, këtë peshë. Ishte si të mësoje të notosh në ujë të ftohtë, në sekondat e para, mendon se do të mbytesh. Frymëmarrja mu bë e shkurtër dhe e turbullt, por ai nuk u ndal, vazhdoi i qetë, i sigurt në lëvizjet e tij, sikur të dinte saktësisht se ku më preknin valët më të thella. Dhe pastaj, papritur, uji nuk ishte më i ftohtë. Nuk e di nëse ishte ndryshimi i këndit, nëse ishte zhurma e valve që filloi të më mbush veshët si një këngë, apo nëse ishte thjesht dorëzimi im, por diçka u shkri brenda meje. Ngurtësia u kthye në një dridhje të lehtë dhe ajo dridhje u kthye në një val tjetër, por këtë herë jo frike. Ishte një ndjesi që nuk mund ta përshkruaj me fjalë, e ngjashme me atë kur e gjen në rrugën pasi labirinti. E gjeta ritmin, e gjeta veten time, por në një formë që nuk e kisha njohur më parë. Kënaqësia nuk erdhi me zhurmë, erdhi si një pëshpëritje, si ajo era e natës që fillon të lëviz perdet. Filloi në majat e gishtave të mi, që tani nuk ishin më të ngurtë, por po e kërkonin atë duke e shtrënguar. Unë gjitë si një flake ngadalt që gjen lënë djegse në çdo frymëmarrje. Dhe ajo që në fillim ishte e huaj dhe e padëshiruar, tani po më mbushte me një ngrohtësi të tillë sa mendova se do të shkrihesha së bashku me të. Ishte sikur ai të dinte një sekret që unë sapo po filloja ta mësoja. Çdo lëvizje e tij, dikur e papritur, tani ishte si një përgjigje e shkruar për pyetjet që nuk isha guxuar t'i bëja. Dhe në atë tarac, në atë qiell që po bëhej vjollc, unë pushova së menduari, u bëra thjesht ndjesi. U bëra ajo që valë bëjnë me rërën, duke u lënë të formohesha, të mbushesha dhe të zbrazesha në një cikël që nuk doja të mbaronte kurrë. Koha atje lart nuk ekzistonte. Mund të kenë qenë minuta, mund të kenë qenë orë. Ajo që di është se në një moment ai pushoi dhe unë rash përsëri në trupin tim. Por një trup që dridhej nga brenda, si një tel i kitarës që sapo ishte prekur. Pash horizontin dhe yjet e parë që kishin filluar të shfaqeshin. Nuk isha fjalë, nuk doja fjalë. Kur zbrita shkallët, këmbët më dridheshin pak. Nuk ishte nga lodhja.
Ishte nga ajo që kisha lënë atje lart, një pjesë e imja që nuk do ta ktheja kurrë. Ishte hera e parë që ndjeja diçka të tillë dhe ajo ndjesi më përcoli deri në dhomën time, ku u shtriva dhe pash tavanin. Fillimi kishte qenë i zorshëm, një pengesë që duhej kaluar. Po ai fund më bëri të kuptoja pse njerëzit flasin për detin në netët e verës. Pse ata kthehen gjithmonë atje? Jo për ujin, por për atë ndjesi që të mbush kur të dorëzohesh plotësisht. Tani, kur kujtoj atë tarac, nuk kujtoj më dridhjen e parë të frikës. Kujtoj vetëm ngrohtësinë e tij dhe heshtjen që pasoi. Një heshtje që fliste më shumë se çdo fjalë. Dhe në atë heshtje, mbrëmja zbriti plotësisht mbi shtëpinë verore. Unë isha shtrirë në dhomën time, por syt ishin hapur në errësirë. Çdo zhurmë nga poshtë, një derë që kërciste, një gotë që vendosej mbi tavolinë, më bënte të dridhesha. Trupin tim nuk e kisha më vetveten. Ishte si një instrument që dikush kishte akorduar dhe tani çdo notë jehonte më gjatë se ç'duhej. Dëgjova hapat e tij në shkallët prej druri. Zemra filloi të më rihte shpejt, aq fort sa mendova se ai mund ta dëgjonte nga korridori. Por hapat nuk u ndalën para derës sime. Ata kaluan, u larguan drejt fundit të katit dhe më pas dëgjova derën e dhomës së tij që u mbyll butë. Një pjesë e ime u çlirua, por një pjesë tjetër, pjesa që sapo ishte zgjuar atje lart, ndjeu një boshllëk. Ishte një ndjenjë e çuditshme. Doja të qëndroja vetëm për të përtypur atë që kishte ndodhur, por në të njëjtën kohë doja që ai të kthehej. E mbylla derën time, jo për ta mbajtur jashtë, por për ta mbajtur botën jashtë, për të krijuar një guask rreth asaj ndjesie të re që po më pushtonte. U shtriva në shtrat dhe ndjeva ende gjurmët e duarve të tij në lëkurën time, sikur ato të ishin gdhendur aty. U përpoqa të flija, por gjumi nuk vinte. Në vend të tij vinin val kujtimet, mënyra se si më kishte mbajtur, ritmi i frymëmarrjes së tij pranë ndeshit tim. Ajo ndjenjë kur unë pushova së luftuari dhe ai pushoi së qeni i huaj. Në mes të natës, kur gjithçka ishte qetësi dhe hëna ndriçonte perdet, u zgjova nga një ëndër që nuk e mbaja mend. Isha e djersitur, por jo nga ngjehtësia. Ishte një djersë e ëmbël, si ajo që vjen pas një përpjekjeje të gjatë. U ngrita dhe hapa dritaren. Era e natës më përkëdheli fytyrën dhe më solli erën e tij, atë erë të përzier duhani dhe druri të lagësht që kisha thithur gjatë gjithë pasdites. Pash poshtë dhe pash një dritë të ndezur në kopsht. Ai ishte ulur atje, vetëm, duke pirë diçka dhe duke parë detin. Mund të kisha zbritur. Dua të them, trupi im donte të zbriste. Këmbët e mia ishin tashmë gjysmë jashtë shtratit, gati për të marrë rrugën e shkallëve. Por diçka më ndaloi. Ishte dëshira për ta zgjatur këtë magji, për ta lënë atë qast të përpishej brenda meje, si një verë që duhet të pushoj para se të pihet. Kështu u ktheva në shtrat dhe e lash veten të tretem në atë ndjesi, duke rikrijuar në mendje çdo detaj, çdo lëvizje, derisa gjumi më zuri përsëri, por këtë herë një gjumi qetë, pa ëndra. Mëngjesi tjetër. Kur u zgjova, dieli ishte lart dhe zogt këndonin si të mos kishte ndodhur asgjë. E gjithë bota dukej normale, por unë nuk isha më normale. U ngrita ngadalë duke ndjer një lehtësi të çuditshme në trup, si të isha çliruar nda një peshë që nuk e dija se e kisha. Hapa derën dhe zbrita poshtë. E gjeta në kuzhinë duke përgatitur kafe dhe duke shushuritur gazetën. Ai më pa dhe buzëqeshi. Ishte e njëjta buzëqeshje si gjithmonë, e ngrohtë, miqësore, por tani unë dija diçka që nuk e dija më parë. Diçka që na liste në heshtje si i sekreti përbashkët. Si fluturoi nata? Më pyeti duke më zgjatur një filçan. Mora filçanin duke prekur gishtat e tij për një sekond. Ajo prekje e vogël më bëri të ndjeja të njëjtën dridhje si në tarac. E mirë, ju përgjigja duke e shëshmangur shikimin. Pash pa kyje. Ai qeshi but. Edhe unë, veçanërisht ata që shkëlqejnë vetëm natën vonë.
Hëngrëm mëngjesin së bashku duke folur për gjëra të zakonshme, motin, njerëzit, planet për ditën. Por në ato fjalë, një rrjedh tjetër po kalonte mes nesh. Një rrjedh që krijohej nga shikimet e gjata, nga lëvizjet e ngadalta, nga ajo mënyrë se si ai më linte kafen pikërisht ashtu si më pëlqente, pa qenë nevojshme ta thosha. Gjatë asaj dite, ne u larguam nga shtëpia, shëtitëm për plazh. Eci pranë tij dhe her pas here krahu im prekte të tij, dhe çdo prekje e vogël ishte si një përsëritje e asaj nate. Ai nuk u përpok të më prekte më shumë, ishte i kujdesshëm, sikur të donte të më linte të vendosja unë ritmin. Dhe kjo kujdes, në vend që të më largonte, më tërhoqi edhe më shumë. Në mbrëmje, kur perëndimi i diellit u kthye përsëri, ai më pa dhe pa folur, më tregoi me kokë shkalet. Taraca na priste. Këtë herë, unë nuk u ngrita pas tij, u ngrita para tij. Dhe ndërsa shkalet kërcistin në këmbët e mia, ndjeja se nuk po ngjitesha më drejt diçkaje të panjohur, por po kthehesha në një shtëpi që sapo kisha zbuluar. Dhe ajo natë, kur ai përsëri ma futi atë ndjesi, atë val, unë nuk u ngurta më. Nuk ishte më zor në fillim, ishte vetëm një përshëndetje, një rifillim, një vazhdim i asaj bisede pa fjalë që kishim nisur një ditë më parë. Dhe kënaqësia tani nuk ishte më një zbulim i papritur. Ishte si të rikthehesh në shtëpi dhe të